Për rroba të buta dhe të bardha, këto 5 gjëra duhet t'i përdorni për këtë recetë. Në këtë video do të mësoni disa sekrete magjike të cilat do ju ndihmojnë t'i lani më mirë rrobat në lavatriçe dhe t'i keni plot bardhësi. Nëse e mbushni në lavatriçen plot e përplot, rrobat tuaja nuk do të lahen mirë, kështu ato do të qëndrojnë në 80% të lara dhe jo domosdoshmërisht do të kenë edhe bardhësinë e duhur. Fusni një top tenisi nëse i thani rrobat në lavatriçe, sepse kjo gjë do t'i mbajë rrobat më të lëmuara dhe më të buta. Përpiquni të mos kaloni kurrë temperaturën 60 gradë. Nëse doni që rrobat të mbesin të buta, hidhni uthull, mollë dhe të bardhë. Përdorni krip nëse dëshironi që të keni rroba më të bardha, të cilat do të ndriçojnë nga bardhësia. Një sekret tjetër për t'i pasur rrobat tuaja më të bardha është që t'i thani ato në diell, sidomos kur dielli cilësohet si një nga alternativat më të mira për të ruajtur ngjyrën e rrobave.